Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Të nderuar vëllezër, fillimisht ju përshëndesim me përshëndetin islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begati të Allahut subhanahu wa taala qofshin mbi të gjithë besimtarët musliman kudo që janë e kudo që gjenden. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë madhërisë Allahut subhanahu wa taala. Salawat dhe salami i dërgojnë shpirtët e nderuar Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot tjetër pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam është i dërguari dhe rob i Allahut subhanahu wa ta'ala. Të nderuar xhamatllin, ashtu si çdo fillim të cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, vjen dal ngadal, afrohet edhe përfundimi i saj. Ashtu si ka krijuar gjithçka në këtë rrezull toksor Allahu subhanahu wa taala, për gjithçka ka treguar në Kur'an edhe për përfundimin e saj. Ka treguar për përfundimin e njeriut, ka treguar për përfundimin e çdo ditëve, çdo muajve dhe çdo vitit. Ashtu që edhe për këtë muaj Allahu subhanahu wa taala na ka treguar se muaji i agjërimit është muaj i cili fillon dhe mbaron. Muaji i agjërimit Ramazanit është muaj në të cilën Allahu subhanahu wa taala ka bërë disa caktime, ka dhuruar disa dhurata për besimtarët, për krijesat e veta, për robërit e tij, edhe për gjithçka që ka në këtë tokë dhe qiell. Mirë po, ne sa jemi nga ata të cilët shfrytëzojmë, edhe sa jemi nga ata të cilët mundohemi edhe gjithmonë veprojmë pas asaj të cilën na ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala, edhe pas asaj të cilën na ka mësuar vetë i dërguari ynë Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin fisnik na mëson, na edukon duke na thënë me fjalët e tij: Astaghfiru billahi bismillahir rahmanir rahim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Çka nënkupton të nderuar vëllezër, se kur e përmenem që në fillim se çdo fillim ka mbarimin e tij, nuk duhet harrojmë se veç 20 ditë e muajit të agjërimit Ramazanit na kaluan, bile edhe më shumë. Ashtu që jo rastisht i ka veçuar edhe Allahu subhanahu wa taala këto 10 ditë e fundit si ditë të cilat asnjëherë Allahu subhanahu wa taala kërkon nga ne si robërit e tij që maksimalisht të shfrytëzojmë, që maksimalisht të mundohemi edhe t'i përpjekimi fjalës së tij, të përpjekimi në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam,
në traditat dhe praktikat e tij, pasi që kjo 10 i fundit apo 10 netëshët e fundit të agjërimit janë ditë dhe netë të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka veçuar. Ashtu si që veçoi 10 ditët e disa muajve të mëparshëm, ashtu si që veçoi disa festa, ashtu si që veçoi edhe vetë fjalën Lejletul Qadr, Allahu subhanahu wa taala i veçoi edhe këta 10 netët e fundit. Mirë po, në çka? Në kërkim të lutjeve tona, në kërkim të duajeve tona, në drejtimin ton të drejt për së drejti Allahu subhanahu wa taala. Allahu në Kur'an, ashtu si shpërmenëm, thotë wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Edhe kur të pyeten për mua, do të thotë për Allahun subhanahu wa taala, ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani, unë ju përgjigjem juve në çdo kohë, në çdo moment dhe në çdo vend kudo që ju jeni. Allahu subhanahu wa taala na kërkon nga ne që t'i lutemi, edhe ai na përgjigjet, duke na thënë në një ajet tjetër, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu thot, ju më luteni e unë t'ju përgjigjem. Astajib lakum. Unë jam ai i cili ju përgjigjem. Të nderuar vëllezër, duke marrë parasysh se jetojmë në një jetë delikate, në një kohë kur njeriu ndoshta për një punë minimum të vogël, ndoshta duhet që t'i drejtohet robrit të Allah subhanahu wa taala. Njeriu duhet t'i drejtohet njeriut, apo punëtori duhet t'i drejtohet shefit të tij, apo shefi i tij duhet t'i drejtohet udhëhecit të sektorit të tij, apo udhëheci i sektorit të tij duhet t'i drejtohet drejtorit dhe ashtu me radhë. Për çka? Për një lutje të vogël, për të kryer një punë të kësaj dunjaje të rrënjshme kalimtare. E për çfarë arsye edhe të mos mund ne t'i drejtohemi Allahut në mënyrë direkte, pasi që Allahu subhanahu wa taala na përmend dhe thot ud'uni astajib lakum. Më bëni dua dhe lutje mua, më drejtoni mua në mënyrë direkte, pa mësitni, pa quar mësit dikan të Allahu subhanahu wa taala, e Allahu të na përgjigjet. A mos vallë, ne jemi nga ata të cilat nuk kemi nevojë dua në Allahu subhanahu wa taala. Nuk duhet harrojmë se në këtë botë ku tash jemi, edhe frymën tonë të cilën e marim me mëkate, e marim me gjunahe. E jo që kur të fillojmë të bisedojmë njëri me tjetrin, e jo që komunikimi i njerëzve në mes veti, e jo që kur të fillojnë t'i tregojnë problemet e tyre familjare dhe të vetvete dhe ashtu me radhë. Atëherë, çka jetë post që t'i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala? Çka jetë post që t'i drejtohemi Allahut me lutje direkte Allahut? Pse? Pasi që vetë Allahu subhanahu wa taala na ka garantuar që duaja dhe lutja nuk thehet. Allahu subhanahu wa taala na garanton se pendimet apo taubet tona pranohen, duke cekë në fjalët e tij të Kur'anit, duke thënë tubu ila Allah, pendoni para Allahut, taubatun nasiha, me një pendim sinqert. Ashtu që Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër, na thot që ne t'i drejtohemi Allahut për pendim, për kërkim falje, për kërkim të fshirjeve të mëkateve tona, të kësaj bote kalimtare.
E ne, për punë të interesit të kësaj bote, i drejtojmë njëri tjetrit, ndërsa për punë të intereseve të botës tjetër, do me thonë ku do të jemi, inshallah, Gjennetul Firdaus, për gjithë besimtarët muslimantë, atëherë, për çfarë arsye ne kemi nevojë që të mos e shfrytëzojmë këtë 10 ditëshin e fundit? Për çfarë arsye ne kemi nevojë që ne të mundohemi në për mobiljet e tona, në për digitalizimet e ditëve të sotme, kompjuteret, televizoret dhe ashtu me radhë, të prishim sitë tonë, duke ndëgjuar lloj-lloj gjoja tjera, ndërsa të mos humbim kohë në lexim të Kur'anit, të mos humbim kohë në dua dhe të ngrejmë duart Allahut subhanahu wa taala. Pse? Pasi që pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam, të nderuar, thot kiblia e duave lutjes është ngritja e duarve drejt qiellit. E për çfarë ne të mos drejtohemi Allah subhanahu wa taala në drejtim të qiellit, edhe të themi o Allah, ti e falës, e don faljen, andaj më fal mua, fali prindrit e mi, fali gjithë besimtarët, fali robërit e tu, pasi që kemi gjunahe dhe mëkate dhe ashtu me radhë. Nuk duhet të harrojmë se pejgamberi alayhi salatu wassalam thot e dua hiya ibade. Thot e duaja apo lutja është ibadet. Nuk duhet mendojmë se vetëm se namazi është ibadet. Nuk duhet mendojmë se vetëm se sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë ibadete. Por edhe duaja dhe lutja pejgamberi alayhi salatu wassalam thot e hiya ibade. Edhe ajo është ibadet. Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër, jo që ka nevojë për duat tona, se ai është krijuesi absolut. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Ai është sunduesi gjithçka, çka ka krijuar në tokë dhe në qiell. Ashtu që nuk ka nevojë ai për ne, po ne jemi ata të cilët kemi nevojë për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Ne kemi nevojë për faljen e Allahut subhanahu wa taala. Ne kemi nevojë për t'i kërkuar ditë e natë lutje dua Allahut subhanahu wa taala. Pasi që thash që në fillim, edhe frimën tonë kur e nxjerrim me mëkate. Edhe i kemi borxh Allahut subhanahu wa taala për atë frimë dhe atë sekond dhe atë minutë dhe atë orë dhe atë ditë, javë, vit dhe me radhë, të cilën na dhuroi Allahu subhanahu wa taala, edhe të jemi falëndërues, edhe të themi o Allah, elhamdulillah, o Zot të falenderoj ti, o Allah të falenderoj ti për atë frimë të cilën ma dhurove, për atë sekond të cilën ma dhurove, për atë minutë të cilën ma dhurove, për atë ditë të cilën ma dhurove, për atë muaj të cilën ma dhurove, për atë vit të cilën ma dhurove, të falenderoj për gjithë shka, alhamdulillah, të falenderoj se jam robri yt, jam rob i cili jam i lidhur në mënyrë direkte me ty ja Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër, nuk duhet ja na shkalojmë duat edhe për dikon tjetër. Jo vetëm se për vetvete. Jo rastisht duaja e vetme të cilën e ka preferuar më së shumti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot në çdo namaz pas përfundimit të namazit kur bëni dua, po edhe në çdo namaz kur të jeni duke qëndruar në tahiyat, thuani Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana ighfir li wa li validayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
Do në thot të lusim Allahu subhanahu wa taala të na falë neve, të falë prindrit e tu, prindrit e mi, edhe prindrit e gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, edhe gjithë muslimanët në tubim, ashtu si që ka hija një duaz dhe lutjes të një robrit të Allahu subhanahu wa taala. Andaj të nderuar vëllezër, në një hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam thot se me të vërtet Allahu subhanahu wa taala hidhrohet me robrin e tij kur ai nuk i drejtohet dhe nuk i bën lutje Allahu subhanahu wa taala. Do të thot Allahu hidhrohet me ne, të cilët na ka krijuar, edhe pse nuk ka nevojë absolut për ne. Mirë po hidhrohet pse? Pasi që na ka krijuar, e na ka mundësuar që të jetojmë këtë rrezull toksor dhe nuk i themi fjalën elhamdulillah që na jemi besimtar musliman dhe nuk i themi fjalën o Allah, ti e falës, falna neve, o Allah, a nuk kemi ne nevojë për dua dhe lutje, a mos ndoshta gjitha punët i kemi në terezi, a mos ndoshta gjitha punët i kemi rregulluar, shëndetin e kemi në nivel, diturinë e kemi në nivel, çështjet familjare i kemi në nivel, probleme nuk kemi dhe nuk kemi asgjë tjetër. Dhe nuk i drejtohemi Allah subhanahu wa taala. Jo të nderuar vëllezër, në kohët e sotme, në ditën e sotme, vallahu me vallahun e tij nuk fol. Në ditët e sotme, e vladi me babën e tij nuk fol. Fatkeqësi e madhe, stakfirullah. Në ditët e sotme, vajza me babën dhe nanën e tij nuk fol. Në ditët e sotme, motrat me vëllezërit e tyre nuk flasin. Në ditët e sotme, fqiu me fqiun e tij nuk ka muhabet dhe nuk fol. Kojshiu me kojshin e tij nuk ka muhabet dhe nuk fol. A gjithë problemet i pas mi pastrua? Po fundja e fundit, edhe bashkëshortët burr dhe gruen mes veti nuk kanë mirësi ashtu siç duhet. Kanë probleme mes veti. A nuk ka nevojë atër të drejtohemi Allahut me lutjet tona të sinqerta, edhe të jemi të shpëtuar para Allah subhanahu wa taala. Pse? Pasi që Allahu në Kur'an thot qad aflahal mu'minun, kanë shpëtuar ata besimtarë, kanë shpëtuar ata musliman. E nëse duam të jemi të shpëtuar për Allahu subhanahu wa taala, e në qoftë se duam të jemi të shpëtuar në ditën përfundimtare kur do të dalim para Allahu subhanahu wa taala dhe do të japim llogaritë tona për atë të cilën kemi vepruar dhe kemi punuar në këtë botë, të nderuar, atëherë drejtoju Allahut subhanahu wa taala dhe thuaj o Allah, më udhëzo, më mbarso, më pajto në mes vete, më udhëzo të mos kem probleme familjare, më udhëzo që të kem pajtim vllau me vllaun e vet, udhëzom dhe lute Allahun që në momentin të menjëhershëm urgjent shkojsh dhe t'ja japsh dorën njëri tjetrit, vllau vllaut, motra vllaut, e vladi babas, koshia koshis dhe ashtu me radhë, edhe t'i drejtohet Allahut se o Zot, kam gabuar, jam mëkatar. Ndërsa gjithë kjo çka ishte nga shejtani mallkuar. Pasi që hidhrimet, të këqijat, gabimet nuk vijnë nga Allahu subhanahu wa taala, se Allahu na ka dhuruar mirësi. Allahu subhanahu wa taala na ka graduar me gjitha të mirat në këtë botë. Na ka dhuruar mendjen, na ka dhuruar akël, atë të cilën kemi mundësi të dallojmë të mirën edhe të keqen. E gjitha të këqija të cilat na vinë nga shejtani i mallkuar. E fatmirësisht Allahu këtë muaj, në muajin e agjërimit, i ka mbyll dyert e shejtanit të mallkuar. Gjitha gabimet të cilat ndodhin tash mes neve, gabim i kujt është? A është i shejtanit të nderuar vëllezër? Jo. Është gabim
i njeriut shejtan. Pse? Pasi që jo rastisht pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ju drejtonte sahabeve, shokëve të tij, ju thonte në një dua tjetër duke thënë: O Zot, më mbroj nga djalli, në veçanti nga njeriu djallë. Do të thotë, më mbroj nga shejtani, sidomos nga njeriu shejtani. Pse? Pasi që njeriu djallë shejtan është shumë më i fllisht dhe më i ashpër dhe më i rrep se sa atë të cilën ja ka mundsu Allahu subhanahu wa taala dhe ka dënuar domethënë shejtanin e vallkuar. Edhe atë pas duave dhe lutjeve të cilën e pat para Allahut që më lejo që unë të manipuloj me robërit e tu. E njeriu djallë është i vështirë të nderuar vëllezër, se ai para syve të thot diçka tjetër, pas shpindje të ngul thikën dhe pas shpindje të bën diçka tjetër. Ai është manipulatori më i flliqur i kësaj bote. Ai është manipulator më i rrept në këtë botë dhe në këtë dynjë. Andaj kemi nevojë që të kërkojmë mbrojtje dhe kemi nevojë që të kërkojmë strehim të Allahu subhanahu wa taala nga ata njerëz të cilët janë të kategorisë të tjera. Të nderuar vëllezër, nuk duhet të harrojmë se fundja e fundit, këto 10 net e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na drejtohet në fjalët e tij duke na thënë që shfryzojnë një rastin maksimalisht, por nuk do të thotë se ditëve të tjera të cilat na kanë kaluar, edhe ditëve të tjera të cilat do të na mundson Allahu të jetojmë dhe të marrim frymën këtë botë, të mos e shfryzojmë ato raste. Allahu subhanahu wa taala thotë, nuk ka patjetër se 5 kohë të namazeve kemi obligim, bid-darur, patjetërsueshme, don apo nuk don. Nëse një namaz na kalon, ne do të dënohemi. Edhe nuk ka zgjidhje tjetër, përpos që të kërkojmë atër taube para Allah subhanahu wa taala dhe të mos përsëritet. Mirë pos e namazeve, pos duas dhe lutjes, pos pendimeve, me çka duhet ta shfryzojmë me diçka tjetër? Duhet ta shfryzojmë atë fjalën Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Me atë fjalën e parë të cilën e dhuroi Allah subhanahu wa taala, lexo, mëso në emrin e Allahut i cili të krijoi. Do të thot me fjalët e Kur'anit, duke lexuar Kur'an. Pse? Pasi që Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaj i Ramazanit është muaj në të cilën Allahu filloi dhe mbaroi shpalljen e Kur'anit. Filloi fjalët e para të Kur'anit që t'i shpall. Andaj të marrim Kur'anin dhe të lexojmë. Edhe të pyesim vetveten, duke marrë shembull në vetveten. Pastaj ju marr shembull edhe juve. Pasi që për çdo nevojë njeriu ka nevojë për vetveten, pastaj edhe për të tjerat. Mirë po, a e kemi parashtruar vetvetes pyetje ndonjëherë? Sa e kemi shfrytzuar maksimalisht këtë muaj që të lexojmë Kur'an? Sa jemi munduar barëm një faqe, 2, 3, 5 apo një xhuz të lexojmë në ditë për hir të Allahut subhanahu wa taala, për hir të këtij muaji të begatshëm të agjërimit, për hir të shpalljeve të para të fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. A kemi lexuar Kur'an? Po nëse nuk kemi ditë të lexojmë originalitetin e gjuhës të Allahut subhanahu wa taala, nëse nuk dim të lexojmë në origjinin e vet Kur'anin, pse të mos e le marrësh të lexojsh në përkthim Kur'anin e Allahut subhanahu wa taala, Kur'anin fisnik, e cila është shpëtuese për gjithë besimtarët muslimanët. A kemi bën një hatme në mos ma shumë minimum? Të mos flasim 2, 3, 5, 7. Pse? Pasi që nëse një xhuz të nderuar vëllezër lexohet në ditë, 5 kohë të namazeve nga një xhuz 5 xhuze, do të thotë 100 faqe.
Për 6 ditë do me thonë janë një hatme me njerë lexohet. Thjesht një matematike vogël. Për çdo namaz nga një gjuz të Kur'anit. E parat unë thash, nëse jo ma shumë bara një hatme në muaj. E ne jo që një hatme në muaj, por as një hatme në vit, as një hatme ndoshta në ymrin ton të cilën na ka dhuruar Allahu, gjatë jetës tonë nuk e kemi lexuar. Pasha Allahun, është mjeri për ne si besimtar. Pasha Allahun, është fatkeqësi e madhe që Allahu na ka dhuruar në këtë botë, ndërsa ne të mos lexojmë Kur'an. Të mundohemi të lexojmë romane, të mundohemi të lexojmë edhe të mësojmë gjuhët e huaja dhe ashtu me radhë, ndërsa të mos lexojmë fjalën e Allahut, është fatkeqësi e madhe. Të mos lexojmë fjalën shpëtuese të gjithë besimtarëve musliman, nuk ka patjetër që ta kuptojmë të nderuar vëllezër, të gjithë hoxhallarë së pohemi, të gjithë inxhinierë së pohemi, të gjithë ekonomistë së pohemi, të gjithë profesorë së pohemi. Por nëse nuk mund të bësh profesor, ndëgjoje profesorin arsimtarin. Nëse nuk mund të bësh ekonomist, ndëgjoje ekonomistin. Nëse nuk mund të bësh inxhinier, ndëgjoje inxhinierin. Nëse nuk mund të bësh architekt, ndëgjoje për ndërtime architektin dhe ashtu me radhë. Por nëse nuk mund të bësh hoxh, atëherë ndëgjoje hoxhën dhe lexo mëso Kur'anin. Ani pse i ke po 50 vjet, ani pse i ke po 60 vjet, mundo nëse ke shëndet, nëse të ka dhuruar Allahu shëndet, edhe lexo, mëso. Të nderuar vëllezër, nuk duhet të harrojmë se fjala e vetme për të cilën Allahu subhanahu wa taala do të na kërkon llogarin ditën përfundimtare. Në ditën kur do të dalim shesh në mejdan të Allahu subhanahu wa taala, ajo do të jetë se a din të lexosh Kur'an, a ke mësuar Kur'an. Po shohim në për xhamia të moshuarit, pleqërit e marrin Kur'anin, hiç më shumë mundohen, edhe pse nuk shohin me sy të tyre me syza, lexojnë 1 ajet, 2 ajete, 3 ajete, 5 ajete të Kur'anit. Po mirë të nderuar, kur i moshuari, po çka jetë për ne, ose më të rinjtë se ne, çka jetë për ata të cilat janë të moshës të mesme, çka jetë për ata të rinjtë të cilat janë 15 vite, 17 vite, 20 vite, 25 vite, çka po presin ata baballar, të cilat nuk i thonë prindrit e vet, e vladit të vet, o ti fëmiu im, çu dhe mësoje Kur'anin, çu dhe lexoje Kur'anin, mos e lën shejtanin depërton në për shtëpitë tona, mos e lën djallin të futet në për zemrat e tona, se me një shtëpi ku nuk lexohet të nderuar Kur'an, në një shtëpi ku nuk mësohet Kur'ani, në një shtëpi ku nuk bëhet ibadet Allahu subhanahu wa taala, pasha Allahu në shtëpi veç jo një shejtan, po shumë shejtanave që kanë depërtuar, edhe nuk dalin letë, nuk largohen letë prej ati, përpos derisa ai edhe ajo familje nuk thot tubu ila Allah, pendohemi para Allahut. A e keni pa në kohën e fundit në çdo familje ku ka probleme, a e keni ndëgju një fjalë, na ka bon filan fisteki, kemi magjin këtë shpi, kemi sehire, ku e di, ja be vllavi jem, magjit dhe sehiret, edhe të këqia të shejtanit ti veti ki fut në shtëpin tënde, se Kur'anin e ke marrë dhe e futin në raft atje, u ka mbush me pluhur, dhe as njëherë nuk ka shku mendja as që ta nxerish dhe ta pastrojsh, jo që të lexosh. Dhe çka atëherë ka bon filoni fisteki? Jo, ti a ke bo vetë vetës. Ti e ke thirr djallin dhe i ke thonë, eja, në këtë shtëpi se unë do të shoqëroj ti, unë do të jem shoku i të më i afër. Andaj të nderuar vëllezër, lexoni Kur'an, se janë 10 netet e fundit të Kur'anit në të cilën duhet të shfryzojmë në maksimum, qoftë me namaze, qoftë me namaze të natës, qoftë në për tubimin në për xhamia tjera dhe me radhë,
natën, ditën, ku do kohë, qoftë në një vend ku lexohet Kur'an, ulu dhe ndëgjoje Kur'anin nëse nuk din të lexosh. Pasi që me në vend ku lexohet Kur'an, në qoftë se veshi jote ndëgjon Kur'anin, vallahi ka me pas rahmet pi Allahut subhanahu wa taala. Ka me pas mëshirë për atë njeri, do të ketë mëshirë për atë familje edhe për gjithë kant. Andaj të nderuar vëllezër, do të them gjithë në fund edhe hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur është pyetur nga Aisha radiallahu anha, vetë Muhamedi alayhis salatu wassalam ka dhënë një përgjigje kur është pyetur se o i dërguari ynë, ja Muhammed, nëse ari që ti arin jetën time 10 netët e funit të Ramazanit, çka duhet të them? Çka duhet të bëj? Pejgamberi alayhis salatu wassalam i drejtohet në një hadith, në një dua, në një lutje duke thënë: Allahume inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, o Zot, ti e falës, e don faljen, andaj më fal mua. Dikun disa kontekste tjera thuhet Anna, edhe neve, jo vetëm se për vetë veti. Fali robrit e tu, fali gjithë besimtarët musliman. Andaj të nderuar, ta shfrytëzojmë rastin maksimalisht dhe ta themi këtë dua: o Allah, ti je falës, se don faljen, më fal mua, fali prindrit e mi, fali familjen time, fali gjithë besimtarët. Fali besimtarët musliman të cilët vuajnë ditët e sotme me anën mban botës. Ndihmovu besimtarëve musliman ku vuajnë nga dora e zullumqarëve në mbar botën. Ndihmovu muslimanëve vëllezërve tanë palestines, për të cilat asnjëherë nuk duhet ja anashkalojmë në dua dhe lutje, në çdo namaz dhe në çdo dua tona. Pse? Pasi që Palestina, të nderuar, ka mbet jetim, ka mbet pa prindrit e tyre, pa babë dhe pa nanë. Dikush do të pyet dhe do të thotë pse? Pasi që ata besimtar, ata musliman, ata vëllezërit tanë në Palestinë, ku vriten ditë e natë, ku derdhet gjaku i tyre, nga xhifutët, nga pabesimtar, nga zullumqarët më të mëdhenj kësaj bote, nga gjakpirësit më të mëdhenj kësaj bote, nënkuptohet se nuk ka ndihmë nga askush tjetër, përposh që ka fjalë, ka muhabete, por duaja dhe lutja inshallah, me ndihmën e Allahut gjatë tyre 10 neteve arrin te Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu ju ndihmon që një ditë sa më shpejt dhe inshallah me mundësi gjatë tyre ditëve të përfitojnë edhe të fitojnë në fitim të pastër të Allahut subhanahu wa taala, në qetësi shpirtërore dhe psikike. Pse? Pasi që vetë një gjë ka mbet duaja. Se ata fëmijë të nderuar, vëllezër të nderuar, kur po i shohim në për portale, kur i po i shohim në për mediume, pasha Allahun, jo vetëm se syri për të pikuar lot dhe ashtu me radhë, por zemra veç më ka filluar në qanë. Shpirti po në dhem, po s'kemi çka bëjmë. S'kemi çka bëjmë, se nuk kemi forcë, se nuk ka kush ndihmon. E kur nuk ka kush ndihmon, atëherë parashtrohet pyetja, pse jemi në këtë gjendje? Pasi që nuk i drejtohemi Allahut me fjalët e tij që të pendohemi para Allahut subhanahu wa taala. Nuk i drejtohemi Allahut me atë të cilën na kërkoi Allahu në fjalën e parë të cilën e tham: "Ud'uni astajib lakum." Ju më lypni mua e unë t'ju përgjigjem. Andaj të nderuar vëllezër, e lutim gjithë në fund Allahu subhanahu wa taala që inshallah Allahu namazet tona, ibadetet tona, agjërimin ton, Allahu kabul dhe makbul të na ban. E lutemi Allahu subhanahu wa taala që shërim të plot gjithë atyre të sëmureve t'ju jep ja Rabbel Alamin. E lutemi Allahu subhanahu wa taala gjithë atyre njerëzve të cilën vuajnë nga ndonjë dhimbje, nga ndonjë breng, nga ndonjë sprov, Allahu subhanahu wa taala t'ja u lehtëson,
pasi që gjithkush që është i sprovuar në këtë botë, do të jetë i lakmuar në botën tjetër, do të jetë i shpërblyer në botën tjetër, dhe gjithë ata të cilët nuk kanë vuajtje, dhe gjithë ata të cilët nuk kanë sprova të diçkajt pa marrë parasysh në këtë botë, se ka sprova të lloj-llojshme të mos fillojmë dhe të numërojmë, atëherë ata njerëz të cilët nuk janë të sprovuar të Allah subhanahu wa taala, kur do të sheh shpërblimin e Allah subhanahu wa taala për gjithë ata të sprovuarit të kësaj bote, atëherë do të thonë, ja Rab, sikurse ti isha qenë edhe unë i sprovuar në botën në të cilën kaluam. I lutemi Allah subhanahu wa taala që inshallah Allahu të në bashkon në fjalën e tij të pashkputur të ajetit kuranor, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum. Allahu të na bashkon në fjalën e tij innamal mu'minuna ikhwatun, të gjithë besimtarët janë besimtar musliman, dhe në ajetën tjetër ku Allahu thotë të lidhemi dhe të bashkangjitemi në litarin e pashkputër të fjalës së Allahut, fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet.